Banka e Amerikës nuk ka pasur zgjedhje tjetër versus t'u paguajë autoriteteve vendase një gjop rekord për 16.7 miliard dollarësh për keq informimin e investitorëve në lidhje me cilësinë e huave të shitura. Huat ishin shitur nga Countrywide Financial dhe Merrill Lynch përpara se Banka e Amerikës t'i blinte në 2008 pikërisht në kulmin e krizës financiare që tronditi Shtetet e Bashkuara e më pas edhe pjesën tjetër të botës. Marrëveshja e shkurton në 5.3 miliard dollar fitimet e 3 mujorit të tretë të bankës në fjalë. Ndihmës prokurori i përgjithshëm deklaroi pas këtij njoftimi se asnjë institucion nuk është aq i madh dhe aq i fuqishëm sa t'i shpëtojë ndëshkimit. Në total bankës do t'i duhet të paguajë 9.65 miliard dollar kesh e do të ofrojë lehtësi me konsumin në vlerë rreth 7 miliard, para këto që do shkojnë kryesisht për pronarët e shtëpive të përballura me vështirësi të mëdha në shlyerjen e kësteve të kredisë. Keshi nga ana tjetër ndahet në 5 miliard dollar ndëshkim civil dhe 4.63 miliard në pagesat dëmshpërblyese. Çështja u përqendrua te Countrywide Financial, instituti më i madh i huadhënies në kohën e krizës, dhe Merrill Lynch, i cili ushqiste hua hipotekore investitorëve për pa u shpjeguar shtrierjen e plotë të rrezikut financiar. Kjo e Bankës së Amerikës është gjoba më e fundit e kripur që vendoset bankave në Shtetet e Bashkuara që prej krizës së vitit 2008 që gjunjëzoi botën e financave.